Ura bardheve në bashkinë Shkodër paraqit rrezik shemje duke vënë pasiguri mirë banor që përdorin çdo ditë për të lidhur disa fshatra me Shkodrën. Kjo urë po shkon drejt shembjes për shkak të rryjes nga Lumikir. Banorët ndihen të shqetësuar për situatën e krijuar dhe kërkojnë marrjen e masat më njëhershme nga institucionet përgjegjëse. Problem sa dysh, është se mo. A në hynë erdë? Kur apo? Se mbrapa ja. Duke të kam I kanë dalë jashtë të ke havajtë të poshtë. Po që kanë helli fje betanin, kërse kanë punu të me këta, kanë helli fje betanin. A rrezik shemjet? Po s'ka rrezik. Po le të kratimin, po kja edhe shoferat rrinë të bërë debat njëri me tjetë, një hina, unë një hina te. Kja mira me muzjo, o muri paru, diçka më bo. Po mira muzjo me thënë dhe. Vore të fushia lumit që ka, nëse ngrynë edhe mund të ka përdihet. Da ma duhet nërhy? Nevoj ka. Shumë problema për gjysë metret. Të rrezik më bërë njerëzit për ditë. Të bo shamate për tërë. Po amortizimi? Pa ka kry punë më sigur. Që duhet me bo? Duhet me bo më një nërhymje. Sa më shpejt. A për edhe më të kam të urë duke që ku janë? A rrezik shemje? Po marrë bo. Për gjatë urës vijnë edhe grupat e hapura duke vështirësuar lëvizjen e mjeteve.